Ne jemi gjatë gjithë kohës në monitorim, por nëse nuk arrim në një armëpushim, ne do të vazhdojmë me bombardime. Për t'ju përgjigj pyetjes tuaj, do të bëj një shpjegim që besoj që nuk është bërë asnjëherë në mediat shqiptare. Në një sistem ndërkombëtar gjithmonë e më multipolar, ku fuqitë revizioniste, dhe kur them fuqitë revizioniste, fuqitë anti-perëndimore, sfidojnë haptazi rendin liberal ndërkombëtar, aftësia për të parandaluar konfliktin, për ta detyruar kundërshtarit të ndryshojë sjellje dhe për të kontrolluar nivelin e përshkallëzimit të krizave, është bërë po aq e rëndësishme sa dhe aftësia për të fituar këtë luftra. Dhe në këtë këndvështrim, tre janë cilësitë kryesore të cilat i përcaktojnë këto konflikte. Pari është deterenca, parandalimi, e dyta është compellence, që është detyrimi, dhe escalation control, kontrolli i përshkallëzimit. Aktualisht, përpara kësaj faze, për t'ju kthyer përgjigje pyetjes tuaj, kemi qenë në fazën e përshkallëzimit të konfliktit, i cili në fakt përfaqëson aftësinë për të kufizuar intensitetin dhe shtrirjen gjeografike dhe pasojat e një konflikti duke shmangur eskalimin në nivele më të larta të dhunës, me qëllim shmangjen e konfliktit për menaxhimin e këtij. Çfarë duhet të them me këtë? Deri tani kemi qenë në një moment ku edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Irani janë përpjekur të mos kalojnë vije dhe kuqe dhe përrjelloj të veprojnë brenda gjithë limiteve duke mos provokuar një sulm masiv. Dhe në këto momente që po flasim tani, jemi në fazën e dytë, e cila quhet compellence ose detyrimi, e cila detyron kundërshtarin të ndryshojë një sjellje ekzistuese. Pra, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do godasin X objektiva, Irani nëpërmjet IRGC-s, nëpërmjet zëdhënësit, por edhe në pjesën diplomatike, nëpërmjet Abaz Araqçit, ministrit jashtëm, ka deklaruar që për çdo sjellje, për çdo rast që ju do eskaloni, ne do t'ju përgjigjemi me të njëjtën fazë, ose me të njëjtën fuqi. Dhe si ta lexojmë këtë fuqinë për tu kundërpërgjigjur, çfarë do të thotë kjo, se kjo tani që Shtetet e Bashkuara të Amerikës godasin dhe ndërkohë në të njëjtën shkallë reagon edhe Irani, në çfarë fazë e ka futur kjo konfliktin? Unë mendoj që pavarësisht dëshirës tonë që ky konflikt përfundoj sa më parë, pavarësisht një fushate shumë të suksesshme me 13.500 sulme ajrore nga ana edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Izraelit, gjë për cilën s'kemi asnjë dyshim, për fuqinë, cilësinë dhe aftësinë e forcës tyre ajrore, absolutisht dy forcat ajrore më të suksesshme dhe cilësore në botë, por duke qenë se aftësia dhe fuqia e Iranit për të përballë një konflikt konvencional me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i pamundur për shkak të asimetrisë të fuqisë luftarake në tokë, det, ajër, hapësirë, fushën kibernetike, elektromagnetike, në të gjithë multi-domain operations si quhen, kuptohet, Irani 20 vitet e fundit ka investuar ndjeshëm në luftën asimetrike nëpërmjet përdorimit të këtyre forcave dhe sistemeve dron, raketa balistike, hipersonike, detare, por jo vetëm, me qëllim që të kufizojë në maksimum aftësitë dhe implementimin e fuqisë amerikane. Dhe këtë e kemi parë dhe asnjë konflikt tjetër nuk e ka paraqit këtë pjesë më qartë se sa ky konflikt. Ndërkohë, Koronel, për herë të parë, të paktën kam dëgjuar komentatorën, thonë që për herë të parë Irani ka sulmuar Izraelin në një sulm që konsiderohet preemptive strike, që lidhet me goditjet që Izraeli po kryen në Liban edhe në Beirut. Si e vlerësove këtë moment, sepse shënon një përmbysje të madhe, sepse nuk kishim dëgjuar
deri tani që t'ishte Irani që të merrte iniciativën për të sulmuar i pari? Që nga viti 2022, 23, 24 dhe 25, 26, pra 4 operacione True Promise 1, 2, 3, 4, por ju sjell vëmendje edhe provokimin që Izraeli bëri me goditjen e konsulatës në Damask, e cila provokoi sulmin e Iranit me True Promise 1, që nga ai moment dhe deri në këto momente të sotme, unë mendoj që aftësia deterencës ose implementimi i fuqisë dhe aftësisë fuqisë luftarake, por edhe luftës psikologjike, sepse ju e dini, një nga fuqitë më të mëdha që ka pas Izraeli ka qenë frika ose mosguximi nga ana fuqive kundërshtare të tij për ta goditur. Dhe gjithë këto vjet kuqe janë kaluar tashmë me disa qindra herë, duke filluar që nga Hezbollah, që nga sulmi terroristi i Hamasit, edhe me sulmet e fundit. Dhe pikërisht në këtë këndvështrim futet edhe sulmi preemptive strike, i cili ishte paralajmëruar, dhe ju dini edhe reagimin e presidentit Trump ishte një reagim për mendimin tim shumë i pjekur, shumë i dur, i cili deklaroi që nuk do të duhet, dhe kam folur edhe gjatë bisedës me Benjamin Netanyahu, një bisedë të tensionuar, pavarësisht përpjekjeve të dy vendeve për t'i ulur tonet, por që gjitha mediat ndërkombëtare, dhe pikërisht janë sulmet, shkatrimi, niveli i jashtëzakonshëm i shkatrimit, pothuajse në nivelin e Gazës, i jugut Libanit, i papranueshëm, në shkelje të gjithë ligjeve ndërkombëtare nga një anë, por nga ana tjetër edhe Izraeli është i detyruar ta shtyjë këtu kufi, pavarësisht se planet dhe objektivet e tij janë për ta marrë për ta marrë gjithmonë në kontroll, jo për ta liruar më këtë territor, me justifikimin sepse prej këtij territori goditen vendbanimet veriore të Izraelit, e cila është 100% e vërtet, por që niveli i shkatrimit dhe goditja, avancimi i objektivave në drejtim të veriut deri në kufirin e Libanit dhe shkatrimi dhe bombardimi i djeshëm dhe sot i qytetit bregdetar në lindje të Libanit në Tyre, cila është një pikë forte e Hezbollahut, tregojnë qartazi që Irani nuk do ta lejonte Izraelin për të dëmtuar popullsinë civile dhe për rrjedhoj edhe shkatrimin e Hezbollahut në territorin e Libanit. Nuk do ta lejonte, po deri dje nuk ka ndërhyrë kaq në këtë kuptimin e iniciativës e kam fjalën. Deri dje ka qenë gjithmonë në pritje të, domethënë ka qenë gjithmonë reaguese ndaj sulmeve. Rasti që tani më e mori vetë përsipër sulmin e parë, kjo si lexohet në kuptimin ushtarak? Kemi një ndryshim krejtësisht përfundimtar të doktrinës dhe strategjisë ushtarake të Iranit, e cila ka qenë kryesisht doktrinë dhe strategji ushtarake mbrojtëse, e bazuar mbi luftën asimetrike për vetëmbrojtje. Tashmë Irani ka kaluar në sulm, dhe ne kemi thënë edhe në intervista të tjera, jo vetëm te Q, por edhe në kanale të tjera, që Irani, si pasojë e forcimit të deterencës, si pasojë e kufizimit të implementimit fuqisë amerikane, pamundësisë për një fitore strategjike, pamundësisë për realizimin e objektivave strategjike, politike dhe ushtarake me rastin e operacionit të kundër Iranit në datën 28 shkurt, Irani e pa që kishte aftësi dhe kapacitete jo vetëm për të vetëmbrojtur, por edhe për të kaluar në mësymje, për ta detyruar nëpërmjet deterencës dhe kësaj lufte asimetrike kundërshtarin e saj për të menduar 2 herë për të kryer sulme. Dhe pikërisht kjo e ka trimëruar edhe më tej, duke realizuar për herë të parë pra kalimin e vijave të kuqe të Izraelit, duke bërë preemptive strike dhe përrjelloj pavarësisht gënjeshtrave nëpër mediat ndërkombëtare. Fatkeqësisht këto sulme kanë qenë të dhimbshme dhe kanë bërë dëme të konsiderueshme. Ndërkohë, kolonel,
Unë e di që lajmi ditës është çështja e non gratës Berishës, po do ta filloj fillimisht me kryengjarjen e këtyre ditëve, të paktën dje ka qenë një nga protestat që për mua, në sytë e mi, ka qenë një nga protestat me masivitetin më të madh prej aq sa mbaj mend unë. Si lexon këto protesta? Kjo është protest kundër keq qeverisjes të sektit hajdut dhe antishqiptar të rilindjes. Kjo është një protest ndaj politikës 35 vjeçare, refuzimi total nga një pjesë që pjesa gri, pjesa më cilësore e vendit, dhe përrjelloj, shpresoj dhe besoj që kjo protest do të prodhojë disa lëvizje të duhura, krijimin një klase politike e cila do të duhet të çojë përpara misionin për bashkimin evropian, për ta çuar Shqipërinë drejt bashkimit evropian. Shqipëria nuk mund shkojë drejt bashkimit evropian, asgjë nga ato që thotë kryeministri Rama nuk janë të vërteta, për shkak se si mund shkojë drejt bashkimit evropian, një vend që s'ka as demokraci, në një vend ku opozitës nuk jepet mundësia për të shprehë vendimet e saj në kuvend, ku ndërpritet fjala në të gjitha rastet, në një vend ku drejtësia kontrollohet nga kryeministri, pavarësisht veprimeve të guximshme dhe shumë të duhura të spakut, por që do të duhet ishin shumë herë më të forta dhe intensive në raport me korrupsionin dhe hajdutërinë dhe banditrinë e rilindjes, dhe në një vend ku krimi organizuar, ku të fortët, banditët, trafikantët dërgojnë në parlament përfaqësuesit e tyre, ku ministrat, kryetarët e bashkisë janë të lidhur drejt për drejt me krimin organizuar, ku qeveria është e përfshirë tërësisht dhe përrjelloi gjithë raportet ndërkombëtare që nga Departamenti i Shtetit, por edhe informacionet që kemi parë nëpër mediat, nga shërbimet inteligjente perëndimore, nga Europoli, nga Interpoli, nga antimafia, qartazi ku dalin zyrtarët hajdut rilindjes në të gjitha përgjimet dhe bashkëpunimet. Dhe përrjelloj, kjo është diçka, këto janë disa nga shkaqet. Dhe më lejo, me që ma dhe këtë mundësi, ti përshëndes dhe i kam shtetur që ditën e parë, në fakt ne kemi shumë vite, 14 vite për ditë bëjmë opozit kundër sektit rilindjes, por ka ardhur koha që kërkesa e tyre do të zhvendoset nga zvërneset dhe nga investimet ndërkombëtare të cilat janë shumë të rëndësishme dhe etike për Shqipërinë, po kërkesa duhet jetë largimi njëherë e përgjithmonë i politikave ose i modelit politik të Edi Ramës apo të hajdutëve të rilindjes, të cilët vetëm për qëndruar, për trut karriget e tyre, kanë zgjenë shitje kombi shqiptar para vendeve perëndimore, por kryesisht kundër tek vendet antiperëndimore, anti-shqiptare. Ju thatë që kjo është një frymë që mund të prodhojë një lëvizje dhe një ndryshim të madh politik që më pas Shqipëria të bëhet gati për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Po si do bëhet, sepse kjo është një protestë e cila po e refuzon hapur kapjen nga politika. Domethënë, nuk lejon protagonistë të ndryshëm të politikës për të bërë, le të themi, udhëheqës të saj. Si do ta realizoj kjo protest nëse refuzon të jetë një protest politike? Gjëja më e mirë që kanë bërë deri tani ata të cilët e menaxhojnë atë lëvizje, unë jam në kontakt me të gjithë grupet, absolutisht me pothuajse të gjithë grupet jam çdo ditë në kontakt, shkëmbej mendime, më pyesin, i këshilloj, më këshillojnë. Gjëja më e mirë që nuk kanë lejuar përfaqësues politikës, sepse përfaqësuesit e politikës po përpiqen, janë përpjekur, besoj që ato do përpiqen në të ardhmen për të marrë kontrollin e kësaj lëvizje. Në fakt, e cila është një lëvizje e cila refuzon politikbërjen e këtyre viteve të fundit. Tani, me të drejtë ju pyesni se si do lëvizje çfarë do prodhojë. Normalisht, të gjitha këto lëvizje në të gjithë botën, në një kohë të caktuar,
kanë prodhuar një forcë politike, një parti politike ose disa parti politike, të cilat pastaj do të duhet të nështrohen të gjitha procedurave si janë regjistrimet në KQZ, pastaj pjesëmarrja në zgjedhje, por ajo që është imediat është refuzimi i kësaj hajdutërie në mënyrë të veçantë gjatë këtyre 13 viteve të fundit. Unë vazhdoj, ideja e shmangjes së një kornize politike, kolonel, është një ide e cila, thash, mund të shkoj deri në pikën që ato numra që pa mbrëm të shtohen pa fund, por në fund, nëse nuk vjen asnjë reagim, se në parlament janë 140 deputet, ku 137 janë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, çka janë, le të themi, baza kryesore e atyre që mund të votojnë nesër për një ndryshim apo reformim të sistemit. Pra, a mund të shkoj kjo protest drejt radikalizimit, se isha me një mik që ka qenë pjesë e lëvizjes zgjedhore dhe tha, në ditën e 12 apo 13 lëvizjes ka filluar mosbindja civile dhe radikalizimi i protestës. Pra, a është frika e një radikalizimi në ditët në vazhdim, nëse kjo mazhorancë vazhdon të mbetet, le të themi, shurdhe ndaj kërkesave të kësaj proteste? Nuk ka asnjë shans që, pavarësisht faktit që kryeministri Rama përpiqet të bëjë fortin, është i tmerruar. Mjafton të shikosh apo të analizosh me qetësi gjuhën e tij të trupit, është i tmerruar, apo ato sjelljet keqësisht anomale të një njeriu anormal që bën me këto shfaqjet, me këto cirqet e turpshme të rilindjes para dordolecëve të patronazhistëve. Ai ju me të drejtë thatë që parlamenti përbëhet nga 140 deputet. Unë mendoj që ai parlament nuk është produkt i vullnetit qytetar, tashmë me zë dhe me figurë opozita prej shumë muash, nëpërmjet prodhimit edhe të një libri i cili vërteton dhe analizon që një pjesë e madhe e deputetëve të Partisë Socialiste janë produkt i grupeve kriminale dhe në mënyrë të veçantë deputetët e Durrësit, ku klanet e drogës, trafiqeve, nuk po përmend emra se jo se kanë problem për të përmend emra, se kanë problem për misioni, fenomeni i tillë, Fieri krejtësisht që drejtohet nga grupet kriminale, tashmë ju e dini